Në përëndim të malit të zi, ku natyra bashkon bukurinë e malit, detit edhe liçenit, shtrihet zona e anës së malit. Një vështrim në fshatrat e kësaj zone zbulon histori, kulturë dhe një mënyrë jetese që ka mbijetuar për shekuj me radhë. Fshatrat e anës së malit janë një pasqyrë e kulturës së shqiptare, me traditat e tyre unike dhe mikpritjen që të lë pa fjalë. Pavarësisht sfidave që përballen, banorët vazhdojnë të mbajnë gjallë ruajtjen e trashëgimisë së tyre dhe të kontribojnë në zhvillimin e këtij vendi të mrekullueshëm. Një udhëtim në këto fshatra është një përvojë që do të mbetet gjithmonë e skalitur në kujtesën e çdo vizitori. Pra jemi në zonën e anës së malit, e cila është një njësi gjeografike mjaft interesante dhe etno-kulturore e veçantë për nga aspektet historike, gjeografike, natyrore, aspektet e popullsisë, banorët e lashtë e saj e tjerë. Sa i përket shtrirjes gjeografike të anës së malit, pra ajo shtrihet që nga ura e Bunës dhe vazhdon deri në Megjëreç, ndërsa në anën tjetër në pika jugore saj është liçeni i Shasit. Këtu ndodhemi në Shtekvash, pra jemi diku në pikën më të lartë sa i përket zonës së anës së malit. Ana e malit ka një potencial të jashtëzakonshëm natyror, siç e shihni pra pamjet janë magjepse, ka një relief të themi kodrinor të alternuar me atë fushor, pra dihet që ka dhe potenciale të mëdha hidrografike, do të thoja. Është lumi Buna, përrejt si i Milles, i Kleznes, Megjëreçit, i cili kalon dhe derdhet pikërisht në liçenin e Shasit, por duke qenë në aspektin hidrografik, do të thoja se banorët e zonës së anës së malit çdo herë kanë qenë të interesuar për të themi për të gjetur atë burimin e jetesës, i cili gjithmonë ka qenë uji. Për këtë arsye veçohen disa burime natyrore ose gurra siç njihen, siç është ajo e Milles, gurra e Milles, e Kalimanit, krojet e Sumës, Kravarit, Rashtishes e tjerë e tjerë. Ndërsa sa i përket zonës fushore, pra mund të themi se kushtet për jetesë kanë qenë disi më të mira, sepse ka pasur mjaft puse. Pra njerëzit që në lashtësi, që në kohrat më të hershme kanë hapur puse duke gjetur të themi atë burimin kryesor të jetesës. Megjithse fshatrat e anës së malit janë të mbushura me histori edhe bukuri, përballen me sfida të mëdha. Rinia largohet për në qytete, në kërkim të mundësive më të mira, duke lënë prapa një popullsi të moshuar. Kjo gjendje është shqetësuese për shumë banor që kërkojnë të ruajnë traditat dhe kulturat e fshatrave. Mendoj se burimet kryesore, siç është uji, potencialet bujqësore, tokat e punueshme, tokat e cilat kanë dhënë çdo herë prodhim. Dihet që ana e malit ka qenë një potencial i veçantë, sidomos për prodhimin e misrit, grurit dhe produkteve të tjera bujqësore. Mendoj se janë kushtet e favorshme që banorët të vazhdojnë të jetojnë në zonën e anës së malit. Megjithatë, dihet që trendet e sotme janë tendenca për të larguar nga fshatrat e anës së malit, të cilat
numërojnë diku rreth 20 fshatra, ndryshe kemi pjesa e Shqipërisë e cila përbehet prej rreth 11 fshatrave. Edhe atje ishte njëjti fenomen largimi, braktisja e fshatrave. Në zemër të anës së malit, ku natyra takon historinë, ndodhen burime ujore edhe kroje që flasin për një epokë të kaluar, por që mbajnë ende gjallë shpirtin e vendit. Çdo hap në këtë anë është një udhëtim nëpër kohë, ku uji, që dikur ishte jetik për jetën e banorëve, vazhdon të jetë simbol i kulturës dhe traditës. Disa prej tyre për shembull e kanë humbur atë efektin e tyre, pra duke mos i mbajtur ose duke pasur edhe këto ndryshimet klimatike të viteve të fundit, dekadës së fundit, do të thoja, i kanë humbur atë peshën e vet. Për shembull, ne kemi kroj në fshatin Gjonza, në hyrjet e fshatit të Gjonza, ose kroj parat në Rashtish, i cili kanë humbur atë efektin e vet. Pra, nëse nuk i ruajmë ne, nëse nuk i gjurmojmë ato, pra ato janë një pasuri e madhe e trashëgimisë së vet banorëve të anës së malit. Në këtë zonë shtrihen kroje të vjetra edhe të bukura, që janë një nga atraksionet më të mahnitshme. Krojet e këtij vendi janë një pasqyrë e traditës edhe bujqësisë së banorëve dhe janë një pjesë e madhe e identitetit të tyre. Megjithatë, janë edhe kushtet klimatike, ato të cilat kanë ndikuar në pasurinë ujore të kësaj zone. Viteve të fundit, sidomos 4-5 vitet e fundit, do shta edhe me tej, vërejnë ndryshimet e mëdha të klimës, rreshjet e shumta ose periudhat e thatësirës, siç ishte ky vit, pra i cili ndërsa këto ndikojnë jashtëzakonisht edhe në regjimin hidrologjik të vetë burimeve ose të vetë lumejve, përrejve të cilët ka ana e malit. Dhe këto efekte vërehen në vërshimet e shumta, për mbytjet të cilët her pas here për fat të keq e godasin të themi anën e malit, sidomos zonën fushore. Krojet, ose burimet, siç quhen ndryshe, janë ndërtime që shërbejnë si një lidhje mes njeriut dhe natyrës. Ato janë ndërtuar me mjeshtëri, duke reflektuar stilin e jetesës së anamalazve, që me punën e tyre të palodhur, arritën të krijojnë të mira kolektive për to. Ndonë se sot, shumë prej tyre janë të ngulfatur në ndhe, në mbulesën e harresës, një numër i vogël, i mbijetuar, ka arritur të ruaj bukurinë dhe frymën e 2 shekujve të kaluar. Sipas bashkëbiseduesve, në të kaluarën janë regjistruar rreth 230 kroje në këtë zonë, shumë prej të cilave sot janë në rrezik të zhduken. Pavarësisht sfidave me të cilat përballen këto burime, shpresat për një ringjallje janë gjithmonë të pranishme. Fillimisht, rruga na sjell në fshatin Rashtish, ku rrugët e ngushta dhe shtëpitë e bardha me çati të kuqe ngjallin një ndjenjë nostalgjie. Banorët të këtij fshati janë të njohur për mikpritjen e tyre. Ndalesa e parë në këtë fshat është e kroni i Curajve, për të cilin më shumë na foli një prej banorëve të kësaj zone. Ndodhemi në fshatin Rashtish e sipërme apo Rashtish e nalt,
Dhe këtu gjendemi para një vepre bamirësie që është kroni i Cërajve. Në vërtet, ky krua furnizohet me ujin e gurrës së Rashishës. Borimi del disa qindra metra larg atje në verilinje të kësaj pike këtu dhe furnizon me ujë gjithë lagjen e Cërajve, po furnizon me ujë edhe tokat të cilat vaditen, sipas një rendi të caktuar, kurse e ka ndërtuar si vepër bamirësie një mërgjimtar nga fshati i Rashishës dhe tash i shërben për nevojat e fshatit tonë. Karakteristike veçante e këtij kroni këtu është që ky vjen nga gurra e Rashishës. Gurra është një borim shumë i madh, ka sasi më të madhe uji se sa një kru i thjeshtë. Pothuajse çdo mahall ka pasur kronin e vet. Shumë prej krojeve sot është vështirë që të jenë të prekshëm. Për vlen të cekët që në fshatin Rashtish, banorët kanë ruajtur këtë pasuri. Rashtisha hyn në radhën e atyne krojeve, në fakt atyne fshatrave në anë të malit në përgjithësi që ka më së shumti kroje. Ne kemi disa kroje këtu, vetëm në këtë pikë ku jemi na tashti, kemi gurrën e Rashtishës, pastaj kemi kronin e madh, pastaj kemi kronin e Mebrinjës dhe pastaj këtë anën tjetër kemi edhe disa kroje tjera. Gjithsesi krua ka atë historikun e tij dhe ka rëndësinë e tij, por ajo çfarë është parësore që duhet të thuhet në këtë moment është se pasja e ujit do të thotë pasjen e jetës në këtë anë. Dhe tashti mos të harrojmë që jemi në zonën e cila deri në vitet e 50-ta ky fshat ka pas një ekonomi të fuqishme dhe të zhvilluar. Fakti tjetër që shpërthimi i këtyre ujrave që shpërthejnë në këtë zonë, ato krijojnë edhe një mikroklim sepse klima e ujit e rrit temperaturën. Dhe mikroklima krijon edhe mundësi që të krijohen gjëra tjera specifike, sidomos femtaria, që ka qenë gjithmonë me zonë. Përveç kronit të përmendur, aty afër gjendet edhe një krua tjetër, rëndësia të cilit, duke marrë parasysh përdorimin, ishte edhe më e madhe. Përveç përpije dhe ujitje, në këtë krua bëhej edhe larja ateshave. Aktualisht jemi te kroni i televe, si duket emrin e ka fituar nga mhalla e televe, që është në anën lindore të këtij kroni shumë pak, mbase 100 metra larg. Dhe ju vetë hetuat që uji është burimi i jetës, sepse falendëruar këtij kroni, kjo halla televe si e pati është në gjendje funksionale dhe njerëzit janë lidhur me këtë vend dhe nuk dëshirojnë të falshojnë këtë vend sepse janë të lidhur me jetën. E jeta është uji i këtij kroni. Rëndësia e këtij kroni është të e madhe, sa që e pa të rësyeshme që imami i fshatit Rashtish, pra hoxha i Rashtishës, që ka qenë një imam i nderuar, i kanë thënë Molla Sulejmani, ai vendosi që për fshatin e tij të ndërtoi këtë herjak si vepër bamirësie, dhe këtu shihet është i shkruar se kush e ndërtoi dhe në cilin vit. Pra, ky u ndërtua në vitin 1940. Dhe që atëherë u vendos edhe rregulli se si duhet të shfrytëzohet ky ujë nga pronarët e të gjitha tokave të cilat janë në këtë krua. Dhe uji ndahet me orë, fillohet për shembull ditën e Shëngjergjit të zënë dhe vazhdon deri kur të ketë nevojë. Dhe uji u nda sipas sasisë së tokave që janë, e jo sipas pronarëve, sepse kur ndahen vllaznik, kuptohet që nuk fitojnë të drejtën e ujit, sepse drejtën e ujit e ka toka. Dhe të gjitha këto toka që janë këtu e kanë emrin nënkroje, që do të thotë që janë nënkroje, pra nuk ka qenë vetëm një burim, po janë disa burime. Poshtë nënkrojeve quhen toka tjera që janë temulline. Temulline do të thotë temullini. Pra kuptojmë se në një të kaluar jo të largët, tu pas kanë qenë edhe mullik, me të cilat janë bluar ato
drithat. E veçan tjetër e kësaj është vetë forma e këtij kroni që është ndërtuar e tregon edhe karakterin e vetë. Sepse këto dy kroje që dalin këtu bashkohen, ose të themi kalojnë derdhen në këtë bazen që i themi ne furdha. Kjo është furdha kroni. Zakonisht këtu të gjitha femrat e fshatit kanë ardhur dhe kanë larë teshat. Pra zakonisht kanë hyp këtu në këtë hurdhë dhe këtu me las kanë larë teshat. I kanë rrahë teshat dhe njëkohësisht kanë bërë edhe biseda të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën. Ky kru është në funksion dhe që e marrin të gjithë banorët, e kuptohet që ka pas edhe ndërhyrje nga vetë banorët, dhe kjo është një vepër kështu bamirësie që tregon se njerëzit emocionalisht të paktën janë të lidhur me këtë vend. Ashtu si edhe për problematikat e tjera, edhe ndarja ujit bëhej me marrëveshje mes familjeve të fshatit. Në rast të mos pajtimeve, ekzistonin autoritetet, ato që bënin rolin e gjyqtarëve. Ka mos marrëveshje, po këtu në këto vende të janë hapësirë publike dhe gjithëcili fshat, gjithëcili vend zgjedh kryetarin e fshatit që i thojnë kryeplaku i katunit. Kryeplaku i katunit pajtim me komunitetin i vendosin rregullat dhe kush i thën ato rregulla ai sanksionohet për tjerëve. Pra, nëse ndahet uji, supozojmë ditën e Shjergjit, dhe atë në 7 orë mbrëmje, atëherë ti nuk mund të shkosh i din kur i ke sa atë ujë tuje dhe vjen edhe e shfryzon. Kështu që mund të ndodhë gjithçka, por zakonisht nuk ndodh sepse janë të ndaluara të gjitha shpimet tjera afër këtij kroni sepse mund të rrezikosh burimet kryesore. Kështu shprehur në gjuhën e fshatit i thonë edhe redi ujit. Banorët e kësaj zone e kanë bërë një orar, sepse dihet kur të vjen uji, dhe në bazë të atij orarit të ujit e kanë forcuar te noteri dhe gjithëcili njeri pa marrë parasysh se ku është, ai ka kopjen e vendimit se si shfryzohet uji. Pra edhe sot është funksional ajo metodë, megjithatë migrimi e ka bërë vetën dhe ka disa njerëz që e përdorin më tepër ujin, por ato marrin ujin e atyre të cilët nuk janë realisht tu. Kërkohet leja prej tij dhe ashtu merret uji. Largohemi nga Rashtisha për të vazhduar rrugën tonë në një fshat tjetër, aty pranë, i cili po ashtu përballet me problemin modern të largimit dhe plakjes së popullsisë. As në këtë zonë, burimet e ujit natyror nuk kanë munguar dhe tradicionalisht kanë qenë themeli i zhvillimit ekonomik të familjeve. Me këtë ujë vadisim edhe kimçat të kretë katuni, asetna. Me retë e kojnë, me sahat, lagin gjithë e cili në sahatin e vetë. Aset. Grania vinë, mushin ujë, si mas mundësijet që ka, kush mundet gruja, kush mundet burri, që ka thonë hesapi me kry detyren për ujë pimjet shpi. Këtë një shtusi ishtë i teshnas, se më përpara nuk e një edhe nuk kanë vu datë. E hesapi një tuni ishtë krejt pikru për këtë katon. Uji vjen në 2 pjesë, një pjesë për knena, një pjesë për knena e kanë mbledh, atani partë janë kujtu, kanë shku, kanë marrë doltin. Edhe e kanë rrahë doltinën bukur, edhe e kanë bë ujin më ardhë tonë këtë bazen. Edhe kanë kadit kronin me çurrila për me pi e me la e me shpla. Lugjet kanë qenë një aty për me pi baktia uj kur vinë në zhek. Bam primonit, lugjet, e i kena mush gjithë e cili i ka mush lugjet, i kanë gjithë baktia me pi uj kada ka dal në zhek. E i kena mojt ka pak zhek, më tha ju kena vanë malin.
Mbartja e ujit nga burimi në shtëpi ka qenë një detyrë e vështirë dhe e mundimshme, pasi nuk ishte sisteme moderne të ujësjellësit. Edhe pse me forcë më të pakët fizike, kjo detyrë në të shumtën e rasteve u takonte grave. Përveç mundimit fizik, ka qenë edhe një sprove vështirë, sociale dhe emocionale, pasi këto gra shpesh ishin të detyruara të balancojnë përgjegjësitë e shtëpisë me detyrat e tjera të jetës së përditshme. Megjithatë, përmes këtyre mundimeve, gratë e fshatrave kanë treguar një forcë dhe qëndresë të jashtëzakonshme. Ato kanë mbajtur gjallë familjet e tyre, duke përballuar çdo vështirësi që ka ardhur përpara tyre, me shpresën se një ditë kushte më të mira mund të vinë për brezat që do të pasojnë. Pavarësisht të gjitha sakrificave, ato kanë arritur të ruajnë shpirtin e familjes dhe të mbajnë gjallë traditat, duke dhënë shembullin e forcës dhe të qëndrueshmërisë që karakterizon gratë e fshatrave. Jeta ka kënë për para, si thojnë një gjans, grështaj në përdur, del me i la kanë kru, si thet, baju ishtu me krah, me majtë familjen, kena la teshat me dorë ishtu, i kena ishtu me lasi, kena rah, dhe me një takën kënë punë tonë atyra. Fine kena boj, kena palis teshat, i kena lakë i teshat, i kena palis, ate kena hell hinin, e kena u një kulloj se me kullu hinin, mase i kena lanë një 2-3 sahat. Atëri kena marrë, kena dali, kena lanë kru, se janë lanë gjithmonë një ashtu, me sapon janë lanë. Ka kënë lezet, se ka kënë mushë të thet me gjendë të panit, kanë levis. Gjinja, fmija, si me thonë të panit e, din ka kënë krunit të. Ata konë mosh vetëm gratë ujtë. Urat ja, gratë po, vajzat kanë mosh. Pejti kronit kena kujtime se si me të kazu si treja që kena kënë. Nishtë si më shajtesh, u veshim, delshim si pazar në kru këtone. Mushim uj, delshim e lashim. Kja është veshja, si me thonë ty, në përdarës më të atesha i kena vesh, ishto. Kur kena shku me korë grunë, i kena vesh. Kena korë kalamaq, prep, ku kena shku i kena vesh. Dashnia ka kënë ma male, e ma mirë, kanë shku njeni me tjetrin, si me thonë ty, janë mledhë grumull, ka kënë lezet tjetër, si thonë. Rëndësia këtyre burimeve nuk qëndron vetëm tek përdorimi i ujit për konsum dhe larje, por prej tyre varej e gjithë ekonomia e zonës. Mullinjt, të cilët tashmë nuk janë në funksion, shërbenin për bluarjen e grurit dhe të misrit, duke qenë vendimtar për mirëqenien e popullsisë vendase. Puna e mullinjve mund të duket e thjesht për kohët moderne, por në ato kohë ishte një sistem kompleks që kërkonte mjeshtëri për t'u menaxhuar dhe mirëmbajtur. Ky është kroni më i madh që ka ujë. Ky kru ka shku fillen mullim me kronin e gjonis bashkë, janë bashkë, aty ka pas një lam. Ky ka kënë kosh i kalamoqit, to i qumë nëllë. Me atë ka kësit në për të ishtjallë guri për me lëshu kalamoqit. Tu ka kënë birusa gurit, ky guri ishtjallë e ka hel millin aty. Aty mësoj me atë lugen e ka mush thesin. Aset, dhe kur e ka blu, e ka bo gati, ka hel barën tjetër. Uj i ka arë për atje, për lugut, ashe. Aset, tu ka pas një hu, një këtë birusën toni, për me qu, ujin me lëshu, ujin poshtë. Pa qu nuk i s'jellë. E kur e ka ardë bara, e ka qu për me
e sjell gurit. Atje është fleta poshtë unë, po nuk duket. Fleta që sillet poshtë atje. Interesant për kohën, ishte edhe sistemi i kompensimit të punës. Në një ekonomi ku të hollat ishin të pakta, mielli dhe mallret e tjerë me vlerë kishin status të veçantë. Ka marrë rujen, vënë ka marrë Kallamaq. Sa ka marrë për shembull në kintal 5-6 kg, 10 kg, disa ka marrë në të kohë. Ka marrë rujemin e tij, dhe të ka vënë barën dhe ka ikë, pastaj ai tjetri për pashto. Pasuria ujore e anës së malit nuk është karakteristik e vetëm zonave të larta. Më poshtë, në fshatin e quajtur Brajsh, ka dhe kroje të tjerë, njëri prej të cilëve ka një histori interesante, sidomos sa i përket zanafillës së emrit. Momentalisht gjendemi pranë kronit të quajtur Kroni i Burg. Ky kru është rregullu në vitin 1988. Quhet kështu nga se rrjedh ose uji vjen prej burimit malor Kroni i Burg, që gjendet në pjesën verilindore të malit të Brajshës. Pranë lumit të Brajshës, poshtë krisit të Qershisë, puz rrugës Brajsh, Barët e Vojkut. Ai është Kroni i Burg. Ndërsa, si të thash më parë, ky ujë këtu është sjell në vitin 1988 me aksionin vullnetar të fshatarëve të lagjes Selaj, Dheshaj dhe Çotaj. Kontributin kryesor e ka dhënë bashkëvendasi Qamil Sella, i cili ka ble zorën rreth 1 kilometër gjatësi prej burimit kryesor deri këtu. Nuk ka të dhëna të shkruara për asnjë burim të këtij rajoni. Por fargu e dhënave që unë i kam dëgjuar si fëmijë si i ri, të cilët i kanë përcjell njerëzit ngoj, mua një bashkëvendas më shpjegon se Kroni i Burg e ka fituar emrin sipas objektit edhe subjektit. Burgu që ka qenë në largësi nga 500 metër pjesën veriore të burimit. E kam vizituar rajon atë vend, atë pjesë. Është një renditje natyrore e gurve. Rendi përballë janë i tjetrit, poshtë është log. Thuhet se në atë vend është burgu dikur. Dhe njerëzit të cilët aty kanë bujt, edhe kanë vujt edhe zyrtarët e atij subjekti, ujin e pijes e kanë marrë pikërisht ai Kroni dhe ai kru e ka fituar emrin sipas burgut kohë më parë ekzistues. Në përgjithësi, me që ky fshat ka sipërfaqe të madhe toksore, burojnë mbi 10 ujna sipërfaqësor. Kryesisht, burimet më të rëndësishme janë ato të cilët rrjedhin prej malit të Sumës. Mali i Sumës është ky pasnesh, ndryshe quhet edhe mali i Brajshës, sepse pjesa lindore e këtij mali i graviton këtij fshati. Ky mal paraqet rezervuarin kryesor të gjithë ujnave
të kësaj treve. Thuhet se nga mali i Somës ose i Brajshës burojnë rreth 24 kroje. Nga ato unë i di me i numru një 12, në reonin e Brajshës edhe të Kosiqit, do kanë qenë funksional ma parë, do janë edhe tash në funksion, por fatkeqësisht uji i këtyne burimeve nuk ka shfrytzu si duhet, nuk është shfrytzu në mënyrë të organizuar në të mirën e banorëve të këtyne vendeve. Kroni i Burgut nuk është i vetmi. Janë edhe mjaft të tjerë në këtë zonë të cilën me kalimin e kohës e kanë humbur rëndësinë e vet, por që mbetën dëshmi të një jete mjaft të mundimshme për të siguruar mirëqenien e çdo familjeje. Në këtë drejtim, nuk kanë munguar edhe iniciativat drejtuar pushteteve të kohës për të ndikuar në investimet e nevojshme, një histori që po përsëritet edhe në kohët e tashme. Në vitet 70 me aksion vullnetar të bashkëvendaseve, të gjithë shtëpiat janë lidhë në ujësjellësin e kronit ose të burimit të qafshkamit. Ai është tash për tash burimi kryesor, i cili shfrytëzohet që nga viti 1933 fal angazhimit dhe kontributit të madh që ka dhënë ish kryetari i komunës së Kadërkollës, Tahir Ramo Çapriqi. Ai, në postin e kryetarit, në mbledhjen e funksionarëve të asaj kohe në Cetin, i shtron banit të Cetinës kërkesën në formë pyetje, kur do të angazhoheni me ndihmu këtij vendi me kontribut shtetëror. Bani i përgjigjet atij dhe gjithë pjesëtarëve të atij vendi, ju keni për detyrë me bë kërkesat, me regjistru, me në formë të shkruar, me i dorëzu, e atëherë na do i shurtojnë. Tahir Ramo Çapriqi e ka formulu kërkesën me shkrim dhe e ka paraqit atje, me që ka qenë kërkesa shumë përfshirëse, Tahirit i është vënë pyetje, ai më u deklaru me bazë selektimin e atyre pyetjeve që i ka shkruar në letër. Dhe ai në radhë parë ka shkruar në numër 1, mandej ka zgjedh me dhanë kontribut për goditjen e 3 shkollave në Anë të Malit, në Kadërkollë, në Kryth dhe në Cukubin. Tjetër, ka thënë me u rregullu uji, me u mbledh uji i burimit ekzistues edhe me u shpërnda në fshatrat Brajsh, Kadërkollë dhe Shas. Kërkesa atij është realizu me njëherë, ishte aprovu me njëherë, e në praktik, së pari është realizu kërkesa për goditjen e shkollave në Anë të Malit, këtë që përmenda, e në vitin 1933 u realizu edhe kërkesa për rregullimin e ujësjellësit të burimi, nisur nga burimi i qafshkamit. Ai ujë është përdor për pije dhe për gjitha nevojat shtëpiake. Deri në vitin 1988, kur me aksion të qeverisjes lokale rregullohet burimi, rregullohet ujësjellësi nga Shtodri, ku çelen pusat dhe uji i atyre puseve vehet në ujësjellës për Anë të Malit dhe për Ulqin. Ai ujë është përzjedhur me ujin e qafshkamit dhe prej atëherë e tash nuk është në përdorim për pije.
Pra uji qaf shkamit nuk përdoret për pije, nuk e përdoret kërkosh. Ashtu që banorët e këtyne fshatrave për pije furnizohen me ujë të milles që e marrin në kryth ose në kleze. Një nga vendet e kësaj zone, që të tërheq vëmendjen e që u përmend edhe nga bashkëbiseduesit tanë, është Mali i Sumës, i pasur me burime të shumt, të njohur për ujin cilësor. Uji i tyre ka inspiruar legjenda të shumta mbi shëndetin dhe lehtësinë që ofron për ata që e pinë. Të arrish deri tek ky burim nuk është e lehtë. Megjithatë, vendasit dhe diaspora kanë kontribuar që rruga të jetë e qasshme dhe ajo çfarë gjetëm aty na mahniti. Mali Sumës thonë që ka shumë mistere. Prej mistereve njihen burimet që ka mali si mal, edhe thonë që gojlanët thonë që ka rreth 24 kroje. Popullata që kanë jetu këtu din paraparsisht dikun për 7 kroje ose 7 burime, të cilët edhe gjatë jetës tyne i kanë përdorë. Këto burime janë, domethënë, i shkroni kryesor, ku i shkroni te kroni kryesor apo te burimi kryesor, janë ba me kohë 2 kroje, i shkroni i vjetër, i cili është gadit paraparsisht dikun në vitin 1930-35. Atë kru e kanë gadit banusit e këtij vendit, faktikisht e kanë gadit 2 mjeshtra që kanë jetu këto. Ky kru ishtë gadit faktikisht prej tyne 2 mjeshtrave, por ishtë investu prej një bis që ka jetu këto, edhe ajo e ka lan disa të holla që mas vdekjes saj me i gadit kronin si shenjë që e ka lan si herjat, që i thojnë. Këto mjeshtrat, si shenjë që e ka lan një gru apo femen, kur e kanë gadit kronin, te burimi ose te ku ishti gaditun burimi ku buron uji, aty e kanë vu edhe shenjen që janë gjit e femnes. Dikun në vitin 68, pas një tërmetit, ky uj, apo ky burim, faktikisht prej dridhjes, ka humb. Ka mundësi ka humb krejt, apo nuk ka humb krejt, mirë po vendasit kanë vendosë që për me gjetë ujin, për nevojat tyne, atëheran ishtë desh që me ecë pak ma nelt edhe me gjetë një burim tjetër. Faktikisht njaj burim, por burim që ka me pas ma tepër ujë. Edhe dikun paraparsisht 1969, vendasit e kanë rregullu pjesën nalt. Nëse duhet këto kroje që janë 7 paraparsisht gjithsejt, janë domethënë edhe kroni që kena thënë na, janë prej aty të namona pa thomi në anën e Brajshës, ishtë kroni Puqilash që i kena thënë na, ishtë kroni Kelç edhe kroni Burg. Këto janë njoft me kësi emnash, faktikisht ju kanë lanë vendasit, ku kanë dalë me rujt baktit, edhe këto janë njoft, dhe me thanë ju kanë lanë këto emna që nuk më në dikush me ditë sakë si ku tek, por i kanë marrë emnat kështu. Në anën tjetër, në këtë anë, faktikisht gjehet edhe kroni i Brajshës, që i thojnë kroni i Brajshës, por kroni i Brajshës faktikisht buron prej Malit Sumës. Në anën tjetër, ka ana e Krythës, apo ana e Zenelejve, janë edhe 2 kroje që njihen, dhe me thanë ish kroni Aval edhe kroni Ablik, ose Oblik. Për shkamin oblik, aty ishte edhe një shkam oblik, ku faktikisht ishte si streh, janë strehu edhe baktia. Gjindeni në fshatin Sumë, pra pikërisht te kroni i Moçem, i Sumës, në lartësinë bidetare 1.5 metra dhe në këtë kru, pra ishte furnizu fshati Sumë. Cilësia e tij uji është shumë i lartë
pra ka një ftofje shumë të madhe, pra edhe në kohën e verës, ashtu edhe gjatë dimnit. Ky burim, deri në vitin, do më thanë, kur ishte tërmeti, 1979, e përdorshim në këtë vend. Mirë po mas tërmetit, erdhi deri te hupja e ujit, ku mas tërmetit, fshati, pra u organizu dhe bëme gërmimin dhe gjetjen e ujit në kronin e Mesipër. Pra këto ka një histori të gjatë, të cilet, pra si është ndërtu kë kru, që nanat në kohën e lashta bajshin ujë pra me bojlera, sepse nuk kishin pjesë tjera të cilet vim deri te bartja e ujit deri te shtëpiat, dhe ujit pikërisht u bajshin me bojlera. Pra është edhe vendi ku nanat tona i ndërkoheshin bojlerat, edhe është në këtë zonën këndena, pra bëhet u ndërkoheshin bojlerat, por edhe fëmijët të cilët nanat i ruajshin. Duhet të theksojmë që në kohët e lashta ishte edhe një sakrificë e madhe e nanave tona të cilat jepshin për këtë punë. Fatkeqësisht, largimi i popullsisë nga kjo zonë ka ndikuar që burimet në fjalë, por edhe qasja në to, të vështirësohet së tepërmi, për shkak të lënjes pasdore. Megjithatë, vitet e fundit ka pasur aksione që të bëhet diçka për të përmirësuar gjendjen. Kjo sidomos fal kontributit të diasporës. Na që gjithë kemi leje aty, atëre kena marrë si përjetim jo të bukur, edhe kena marrë si një iniciativë që mu njët nalt, edhe makar me përmirësu pak, makar me e pastru. Mirë po, kur jena njët nalt, kena njës do foto në për Facebookën e për to kur dolen të mjetet sociale, atëra vendasit që kanë shku në Amerikë, edhe që kanë ardhur deri te një gjendje të mirë financiare, atëherë kanë thënë, na do në me ju pagu, edhe do në me organizu që me e ba një mbledhje më të mirë. Atëherë normal që jena mbledh, herën e parë jena mbledh dikun maj 2018, edhe pastaj në nëntor 2018 faktikisht jena mbledh me një shumicë e madhe, që kena thirë edhe gjithë vendasit edhe ashtu, edhe jena marrë vesh që ta do të japin holla për me rregullu rrugën, sepse normal rruga është gjaja e parë. Janë mbledh hollat, kena lanë edhe na diçka, kanë lanë edhe diçka edhe komuna, edhe komunalja ka lanë, edhe disa tjerë, edhe na kena nisë iniciativën. Burimi në fjalë është vetëm njëri prej të cilëve kanë ekzistuar në kohët e mëparshme. Me kalimin e kohës, e sidomos pas tërmetit të vitit 1979, një pjesë e tyre kanë humbur. Një karakteristike veçantë e tyre ishte se, edhe pse afër nga ana gjeografike, uji dallonte për nga shija dhe cilësia. Mali Sums është i pasunu me burime, të cilët thuhet se ky mal ka deri në 24 burime. Por është një gjë e veçantë ku asnjë burim nuk është ujë i njëjtë. Pra në zonën ku gjendemi tash, ky ujë është shumë i ftoftë, ndërsa tek burimet tjera është e pin ujin dhe del për një herë djers. Mirë por në burimet të cilët gjendet në pjesën e brajshës, pra të bazenet, ishtë furnizu edhe ana malit, ka një cilësi edhe i shumë të mirë, por duhet të theksuar që në vitin 1977-78 ishtë bën edhe hulëntimet e atij uji ku doli në kohën e ish Jugoslavis, doli një ujë shumë me cilësi të lartë. Edhe ai ujë ka qenë pra marrëveshja që të mblidhet edhe të merret një firmë prej Zagrebit. Mirë po, mbas që shteti Jugosllavis u
u shkatru, atëherë edhe u nalen të plane. Mirë po, edhe aty është ban hupja e ujit, mas tërmetit, ku e njajta gjanë në nolli edhe me burimin e kronit tonë. Ku mas tërmetit e hup me burimin e ujit dhe mandej bame punimet në kronin e nartën, të cilët tani është duke e përdorur, edhe e kemi gjetë ujin edhe kemi vazhdu me atë. Falë kontributit të vendasve, që jetojnë në fshatrat përreth dhe atyre në diaspor, një prej burimeve është arritur që jo vetëm të ruhet, por edhe të rindërtohet, duke krijuar në këtë vend një oazë freskie. Pikërisht gjindhemi te kroni i cili funksionon tash për tash në fshatin Sum. Pra, siç thame edhe më parë, ky ujë është i cilësisë më të lartë, ka një ftofje shumë të mirë, të madhe, edhe duhet të theksoj të gjithë dashamirët, apo të gjithë ata që vinë në Sum, s'ka nevojë për frigidera. Vetëm ta mbyllin këtë ujin to, edhe t'i fusin pijet edhe i ka për 5 minuta të ftofta. Do me thanë, ky është një ujë mjaft i mirë, i cilësisë lartë si thaq, mund të pish deri shumë litra edhe mos të ketë fryrje barkut apo diçka tjetër. Paraardhësit tonë na kanë treguar që është edhe ujë shërues. Pra, ky mal është i pasuruar me burime mjaft të cilësisë lartë, ku në majën e malit ekziston edhe një shpellë e cila në gjatë gjithë kohës ka fryn pra në afërsi të saj, fryn pra edhe si fëmijë të cilët ku ngjitshim nalt në bisedoj për kohën e para tërmetit, ka pas një gjendësi më të madhe dhe e gjujshim gurin dhe e nishim që bite në ujë. Pra, bas disa gjasave, këtu ekziston një liqe, pra i ujit të cilet edhe të barimet i kemi sot. Suma ka pas deri 9 shtëpi, edhe këtu ka qenë deri shtëpia fundit, deri para 10 viteve ka jetu këto. Por mas tërmetit, pra ka pas një prishje të shtëpiave shumë dhe i kemi qenë të detyruar që të ulemi, disa janë në Brajsh, disa në Katërkollë, në Ulqin, në Amerikë, në Australi, jemi shpërdarë shumë. Edhe pse nga perspektiva e sotme, mund të duket e pabesueshme, Suma dikur kishte një rëndësi që i te i kalon të kufejt e saj. Edhe pse në një teren të vështirë, ajo ishte urlidhëse për një pjesë të madhe të fshatrave të asaj zone. Në kohërat e para, bisedoj para se mu ndërtu rruga, asfaltimi i rrugës që bjen ka Katërkolla, ky vend ishte si ullkryq, të cilet prej Pivarit e prej Ulqinit kalojshin në për Rashtish, apo Kravar, apo asiti bëjshin në për Sum. Mirë po, pasi u asfaltu, mësëmena nuk është përdorë më flas për ata njerëz të cilët kanë qenë prej jashtit, a ne si fshat kemi pas prej krythet, ka Zenelesh, edhe kena pas rrugën kamësore me arnë Sum. Mirë po, në vitin 72, nëse nuk jam gabim, u bon edhe qelja e kësaj rruge me bager dhe për përdorimin, do me thonë, për kalimin e traktorave. Edhe në të kohë ishin, kanë mujt ata makina, pak makina ka pas, po fiqoja, do me thonë, makina është njët. Pra, kur kena pas darsmat, nuset i kemi pru 2-3 nusa me fiqo, por para fiqos i kemi pru 10 me kual. Pra duhet të theksu edhe ta gjanat të cilat janë si histori apo punimet gjithmonë kemi qenë
kemi punu, e kemi mirë mbajt këtë rrugë, e di në kohat e fëminisë time, çdo dile ka qenë, dhe me thonë, aksion në rrugë me mirë mbajt. Dhe me thonë, për çeljen e kanaleve, mos me kalu ujrat në për rrugë, për prishjen e rrugës, këto që është mirë mbajt. Mirë po, mas tërmetit u ban shpërngulja, edhe nuk është mirë mbajt një ka rrugë edhe ka ardhur te prishja e rrugë. Burimet e ujit dhe krojet e anës së malit janë më shumë se thjesht struktura arkitektonike. Ato janë imazhe të përjetshme të kulturës dhe historisë së anamalasve. Përtej ujit, ato përmbajnë histori, legjenda dhe një trashëgimi të pasur. Burimet e natyrës janë më shumë se thjesht ujë që rrjedhin apo burime të pasura me jetë. Ato janë shpirti i tokës, një pasuri që na lidh me të kaluarën, na mbështet në të tashmen dhe na tregon se si duhet të kujdesemi për të ardhmen. Çdo krua që shërben në tokë, çdo pikë ujë që lëviz nëpër shpella e male, flet me një gjuhë që e kuptojmë me shpirt, duke na kujtuar se jeta është një rrjedhë që kërkon kujdes edhe respekt. Të ruajmë burimet tona, do të thotë të ruajmë vetjetën, sepse pa to, ne nuk do të mund të vijojmë të rritemi, të zhvillohemi dhe të frymojmë. Ndaj, le të angazhohemi që çdo burim të mbetet një thesar i paçmuar që kalon brez pas brezi.